Live from Tirana në Top Albania Radio. Top Radio, 11:18 minuta është ora eksakte në këtë moment. Ka njerëz që momentalisht janë edhe në punë, por edhe për qejf, duke shijuar bukuritë rralla të Shqipërisë tonë, njëkohësisht edhe të vogël, por edhe të madhe. Në një lidhje direkte tashmë gati traditë e këtij programi, ku shpesh të premteve lidhemi me një pjesës të programit të guximshmit që transmetohet çdo të shtunë në Top Channel, pjesës së diellës. Të shohim se me kë është producenti Ed Manushi sot në makinë dhe ku po udhëtojnë për episodin e radhës për të guximshmit. Regjia më ndihmon. Përshëndetje Manush, Nikol, Fabio, Jurida. Dhe kush? Jurida është doktoresha jon. Janë personazhet e reja që ne dal nga dal fusim në produksionet tona Ronaldo. Ti e di që Noati asnjëherë nuk na bën që të dështojmë. Por do doja të prezantoja zyrtarisht Nikol. Kur po flisnim që parë që po lidhemi me Ronaldo, më tha, më fal. Është ky Ronaldo që bënte fan klubit? Ja ku e ke Nikol Ronaldo. Mund të thuash çdo gjë që si ke thënë dot, ja ku e ke. Jo, tani si pas ke të gjitha, po, jo, thjesht dhe ati isha e qartë që ishe ti, që ishte lidhje me fan klubin, por që patjetër këtojmë shqive tashmë edhe në radio bash. Po Nikol është e bukur dheut, më Manush, është e bukur dheut dhe më bëhet shumë qefi që ju shoh bashk, po përpara se të rrim tek Nikol, më thuaj një herë ku po shkoni sot, Manush, dhe na e trego pak fytyrën, do të shohim pak fytyrën, se nuk të shohim, po shoh vetëm Fabian. Shumë i bukur je bërë sot, shumë i bukur. Sa i mirë ti më do, prandaj thua kështu. Jemi duke shkuar në Borsh dhe në Porto Palermo. Kemi çik Bregdetin e Shqipërisë, zonë që ti e njeh shumë mirë, por do futemi në për kala Ronaldo, do kapim kala dhe kisha, gjëra që i kemi afër, por nuk i kemi eksploruar saç duhet, pra për t'i treguar gjithë njerëzve që Bregdeti nuk ka vetëm detin, po ka edhe kisha kala gjëra shumë bukura afër fare që ja vlen të vizitohen. Do merremi këtë fundjavë. Tani Manush, ti e di historinë e kalas Ali Pashti Pelenës, që e bëri për t'ia bërë surprizë bashkëshortës së tij, për të bërë një dhuratë speciale. Kështu që tregoja të rinjve këtë, të frymëzohen çik se çfarë bënin dikur për dashurinë. A kemi gjithkohës që flasim duke dëgjuar zërin tënd Ronaldo, çfarë lloj sakrifice dashurie do bënte ky brezi sotëm, po nuk janë shumë të sakrificës, fatkeqësisht. Nikol mund të ma thot këtë kohë që ka qëndruar Shqipëri, domethënë sa të sakrificës janë çunat shqiptarë për sa i përket dashurisë, Nikol? Mendoj që ka shumë për mirësi. Edhe jo detyrimisht sakrificë, po më shumë tjetë ajo cilësia që është e pastër nga mashkullit e femra apo nga femrat e mashkullit, patjetër. Por që për mirësi normal. Ti këto kohë je, domethënë në këto ujëra të bukur të ndjenjës më sublime në univers, të njohjes, po njeh dikë. Na trego pak, domethënë. Jo, sepse ishte ndërtoj një pak e delikuar që të përje në një. Njëse erdhe ke Ronaldo, Nikol! Ky është Ronaldo! E pyetja trete kupton, halli në pyetjes parë. Jo, kam shumë e lumtur me gjërat të cilat unë kam vendosur të fokusohem totalisht. Tash për me ime kështu që kjo nuk është një ndër to, por jetë por është shumë e bukur edhe e presim. Ronaldo, diçka ka si të qovë, se ti nuk pyet ko, diçka ka, po e lë me kaq. Njeriu në fytyrë Manush transmeton të brendshmën e tij dhe duket që është shumë e lumtur këtë kohë dhe ne donim thjesht të dinim burimin e lumturisë. Pikërisht ka diçka. Manush, dua të shoh pak doktoreshën. Ku është doktoresha? Doktoresh, këtë nga vetja jote, Jurida. Përshëndetje Jurida. Jurida Marku është doktoresha jon, ne kemi njohur këtë proces si pozë vllaznis, po është një nga personazhet e re shumë interesante. Çfarë sektori të mjekësisë përfaqëson, të bukurisë, a të diçka tjetër? Thuaj. Sektori i mjekësisë është laboratë dentare specifikisht. Ky është specializimi fix, domethënë. Interesante. Ronaldo Po Manush. Jo, po thoja që Ronaldo sa po I ka zgjidhur të hadhet ke dentalmeti, kështu që nuk ka shumë nevojë, por në këshill mund t'ia jepje. Ronaldo. Po I dashur. Kërrej pyetje tjetër për Nikolës se ta lam në me. Jo, unë në fakt, po këtë më dëgjon?
Po do të qenë shumë mirë. Atëherë, sot do na japësh një ekskluzive Manush, besoj që ka gjë programi ton Live from Tirana në thonjë se detyrohesh, e di që na ke xhan. Janë publikuar 2 antarët e parë të jurisë së Shizën Top, Francesca Rustem dhe Niko Komani. Tani, ose thuaj sot se cili është i treti, ose nuk lidhem më kurrë me programin Live from Tirana. Dhe do kërkoj një mirë kuptimin tënd. Do m'japësh të lutem një ditë kohë se jemi në tratativa shumë të hendshme dhe ka 2 kandidatura. Është një ai ose një ajo. Një ai ose një ajo. Me çfarë i fillon emri atij dhe me çfarë i fillon emri asaj? Ati fillon me K, asaj fillon me N. Me K dhe me N. Kështu që Ronaldo kam dhënë shumë për sot dhe mbaja të përjashme këtë rubrikë se është shumë e bukur në shoqërinë tonë dhe Top Albanians. Kjo është kryevepër, po Irini me partnerin e saj me kë janë, me kë është grupi tjetër? Irini, Stelina, Zerka, Angelo, goxha personazhe. Bashkë me Gjodi Skorën do të jenë në makinë, Gjodi Skorën janë në makinë tjetër, 2 makina tjera. Kështu që ne takojmë të gjithë tani në lumin e Vlorës për të vazhduar udhëtimin tonë. Fabion e shoh që vjen në këto tripet Manush, po jeta kur do vi me ju? Jeta do vi mbasi të nisi projektin e 4. Shumë bukur. Manush, di që fillon së shpejti kampionati botëror, apo? Po, shumë shpejt. Në datën 10 qershor, Top Arena rikthehet bashkë me botërorin, merr vëmendje në muaj i sportit në Top Channel, tashmë në tradit europian dhe botëror. Top Channel flet në mënyrë me gjuhën e futbollit, kështu që do bëjmë një nga ato gjërat që dim ne, bashkë me Francesca Rustem dhe personazhe të tjera interesante me të cilët dhe me ata jemi në tratativë. Do të ketë surpriza, domethënë te kjo Top Arena, do të ketë pafund surpriza, do na mungoj bashkëpunimi me ty para 2 vjetësh, po do doja ta ribëj edhe një herë ofertën sepse ti je mbreti i këndit të së vërtetës në Top Arena. Le të themi ca gjëra siç janë. Shumë i mirë, vlerësoj Manush. Jeni shumë të mirë të gjithë, uroj të kaloni bukur dhe më vjen mirë që bëni një program që shihni Shqipërinë e vërtet, Shqipërinë e bukur, jo vetëm atë të storyve në Instagram që kemi në jug, por ka vende shumë të bukura se sa aty ku pjesa më e madhe e shoqërisë bën story dhe bravo Manush, Irini, bashkë partnerin e saj që bëni këtë program me emrin të guximshëm që transmetohet çdo të shtunë në ekranin e Top Channel, pjesë e së diellës. Faleminderit grupi. Kaloni bukur. Një zemër për Ronaldo. Pa, jeni shumë të mirë. Hajde Manush edhe qërase grupin lëshoje dorën, mos u kurse. Komplot, i ka gjithmonë një komplot. Mirë, ju përqafoj, ishim me Manushin, Nikol, Fabion edhe doktoreshën, një pjesë e grupit nga të guximshmit programi që transmetohet në Top Channel. Folëm pak për Shizën Top, për Top Arena, që shumë shpejt do vi këtë vit në Top Channel si një eveniment televiziv dedikuar kampionatit ndoshta më të rëndësishëm të futbollit, i cili është ai pra kampionati botëror. Çuat më thonë që duhet ikim në reklamë.